Shko, ky është një diskutim që vazhdojmë për kohë. Cili është roli i prokurorit të përgjithshëm? Roli i prokurorit të përgjithshëm është ai që i ka dhënë kushtetuta dhe ligji. Pyetjet që bëhen, se kërkojnë zgjidhje dhe zgjidhja kërkon brenda atij kuadrit ligjor që është. Dhe unë e kuptoj nevojën që ju keni për përgjigje. Por përgjigja nuk mund të gjendet tek një individ, përgjigja gjendet tek sistemi. Dhe ajo që ka bërë legjislatorin ka krijuar një sistem ku ka vënë në fokus të sistemit pavarësinë e prokurorit dhe është përpjekur të ndërtojë mekanizma kontrollues që kanë të bëjnë me llogaridhënien, me vlerësimin etj për ta bërë efikas sistemin. Ajo që ka një problem sistemi sot dhe që unë e kam thënë edhe tjera, mungon përgjigja në kohë ndaj atyre që janë çështjet që shqetësojnë. Pra, ajo që lidhet dhe me një nga instrumentet që janë dhe udhëzimet e prokurorit të përgjithshëm. Pra, cili është problemi? Problemi është që prokurori i përgjithshëm nuk fut dorën aty te çështja, që mirë që bën që se fut, sepse s'ka pse ta fusi. Çështja është interpretimi i fakteve të dosjes ose interpretimi i çështjeve që lidhen me zbatimin e udhëzimeve. Ajo që unë mendoj që ka nevojë të ndodhë është uniformizimi i praktikave dhe rritja e ndërveprimit mes prokurorive të shkallëve të ndryshme. Pra, shkallë e parë, apeli dhe prokurori i përgjithshëm. Mungesa mekanizmeve efikas të uniformizimit të praktikave në prokurori që lidhen edhe me atë që janë masat e sigurimit. Pra, si pasqyrohet ky vullnet i prokurorit përgjithshëm për të pasur arrestin në burg si masë përjashtimore dhe si e ndërvepron brenda zyrës drejtuesi i prokurorisë me prokurorët e në çdo ditë në përditshmërinë e marrjes masave. Pra, a ka një frym të tillë, a transmetohet dhe cili është mekanizmi që ka drejtuesi për ta përcjell fort këtë frym. Unë mendoj që këto mekanizma sot janë inefikas brenda zyrave të prokurorisë. Pra, nuk mungon përçimi drejt për drejt dhe sjellja efikaseve, sjellja e efekteve të menjëhershme mbi këto që janë udhëzimet e prokurorit përgjithshëm. Dhe këtu duhen gjetur zgjidhje ligjore, të cilat ne të gjejmë një balancim mes asaj që janë nevojat për pavarësinë e prokurorit dhe nevoja për efikasitetin në mënyrën se si funksionojnë zyrat brenda tyre dhe lidhja pastaj vertikale me prokurorin e përgjithshëm. Ky është një nga problemet që ka sot dhe që ka nevojë për cilat duhet menduar një zgjidhje pa cënuar edhe kuadrin ndërtësor legjislativ, frymën në cilën funksionojnë institucionet. Për sa i përket çështjeve pastaj që lidhen me mungesën e përgjigjeve që palët kanë, kjo lidhet me shumë faktorë, lidhet kryesisht me mbi ngarkesën që kanë prokurorët, por lidhet edhe me një, le të themi, me çështje të cilat do duhet ishin më efikase, po themi identifikimi këtyre problemeve, pra edhe në rrugën disiplinore, pra identifikimi dhe vazhdimi pas i procedurave të identifikimit. Tani zvarritjet kanë qenë një nga çështjet që na kanë shqetësuar dhe ka një relativizim të problemit për shkak se shumë nga zvarritjet janë justifikuara pas si vakancat e kanë krijuar, si dhe shpesh janë jashtë vullnetit të magjistratëve. Megjithatë, si prokurori i përgjithshëm në rastet që kam evidentuar dhe si rrjedhoje analizave që kemi bërë të statistikave, nga raportet që dërgojnë prokurorit, kemi kërkuar nga inspektori i lartë i drejtësisë në disa raste ndjekjen, le të themi, në rrugë disiplinore të performancës së dobët që kanë pasur prokurorët sa i përket zvarritjeve. Nuk mund të them se rastet konkrete kanë sjellë një rezultat me që të ketë pas efekt në drejtim të ndërgjegjësimit të prokurorëve sa i përket nevojës për të qenë, le të themi, më të përgjegjshëm në raport me afatet e hetimit që janë ato që janë dhe që ndikon dhe po vi prapë sërish tek pyetja juaj, jo vetëm nga mbi ngarkesa, po një nga faktorët cilën unë kam pritur të them më herët dhe më duhet ta përsëris të ju keni qenë gjyqtar, është roli i gjyqtarit seancës paraprake në raport me hetimin. Sot ne i kemi dhënë një rol gjyqtarit seancës paraprake, gati e kemi kthyer në prokuror. Ai është një drejtues prokurorisë sa i përket hetimit paraprak që mund të jetë mirë në pikpamje të kontrollit të ligjshmërisë mbi veprimtarinë e prokurorisë, por nga të prokurorit, por nga ana tjetër mënyra e interpretimit se si është bërë rregullimit ligjor ka qenë e tillë që në fakt po kthehet në shqetësim sa i përket efektshmërisë afateve të hetimit dhe këtu është një pikë tjetër ku ka nevojë të rishikohet nga ana e legislatorit roli i gjyqtarit seancës paraprake për ta kthyer në parametra normal, për ta kthyer në shërbim të procesit dhe jo në pengesa i përket funksionimit të drejtësisë penale. Tani çështja që lidhet me dhunën familje apo me ligjet për ashtë janë çështje pjesës si identifikon legjislatori problemet në këtë fushë dhe s'ka ne thjesht jemi zbatues të ligjit. Kështu që nëse do na kërkohet në një moment mendim mbi ndryshimet të mundshme, patjetër do japim dhe mendimin tonë. Nuk e di po lash në gjë, po asetet. Asetet unë nuk e kam një të dhënë tillë, si që ju e keni, megjithatë nuk mund ta vë ndryshim sa kohë ju e thoni
ken informacionet tuaja, ama di që në mjaft raste një pjesë e aseteve kalon në shërbim të institucioneve drejtësisë, edhe ne kemi marrë vlerat caktuara që i kemi përdorur për investime në prokurori, di që gjithë gjë ndodh me prokurorinë e posaçme, por edhe me institucione të tjera, ka një komitet i cili bën edhe shpërndarjen e aseteve sipas nevojave. Paktën kjo është pjesa institucionale që cilën unë jam në dieni. Po faleminderit zoti prokuror. I dua shteruese duart për pyetje sa kanë